Mirë mbrëma dhe emision gjemë shikues të ndëruar edhe me emisionin e sonëm Provita, si që po vërini kësaj radhe jemi drejt për drejt. Zatem, 99% të rasteve mund të themi se emisioni realizohet në studio, por kemi raste kur emisionin e transmetojmë edhe nga tereni, por sonte, drejt për drejt me ju dhe me ne, Dr. Kadri Haxhi Hamza, psikiatër, me cilin ne bashkërisht do të flasim për rëndësin e telemjekësisë, me qenë se edhe në vendin tonë është një farloj risie ose një pilot projekt. Këtë pilot projekt, të cilën Ministria e Shëndetësisë filloi ta zbatoj në Dibër dhe Dërqiv, ne do të mundohemi që bashkërisht të flasim dhe të sharojmë çfarë në fakt është telemjekësia. Por nga ajo që mund të them është se ndoshta në një mënyrë apo tjetër ne me telemjekësinë kemi filluar disi të punojmë dhe të funksionojmë edhe në kohën e Covid-19, atëherë kur të radhishin ata që kishin kontakt me zveti, madje pse jo edhe pacient e mjek. Por për atë më gjerësisht dhe detajet nga Dr. Kadri Haxhi Hamza, i cili si sot më kujtohet qysh para 20 vite, ndoshta edhe më shumë, në 2007, por nëse jam gabim do më korrigjon, mbajti ose organizoi një konferencë në temën telemjekësia edhe në Maqedoni, por prej atëherë deri tani kaloi një periudhë gjatë dhe më në fund ja tani disi filluam të zbatojmë. Ne do të flasim se zgjata këtë hyrje sot e më vonë edhe për telemjekësinë dhe telepsikiatrinë. Prandaj qëndroni me emisionin tonë të shohim se çfarë do thotë telemjekësia, sa është e reale në vendin tonë, cilat janë përfitimet, por edhe njerit edhe sfidat në këtë dek të mjekësisë. Mund të quaj kështu? Mirë se erdhe, doktor, kërkoj ndjes pak më gjatë. Ndoshta e te prova, po ja që ndodhë ndonjëherë. Nevojitet hyrje e mirë, që të mundemi, hyrje e gjërë, që të mundemi të hyjmë mirë në temë. Pra, si thatë edhe vetë, telemjekësia në këto treva, themin, jo vetëm në Maqedoni, po edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maltëzi, filloi rreth vitit 2007. Në Maqedoni, 2007-ën, u organizua, si që e dini edhe vetë se u theqit, u organizua konferenca e parë promovuse në Shkup. Para asaj, ishim në Shqipëri dhe në Kosovë, ku qendra e telemjekësisë është ende shumë aktive, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, dhe faktikisht qendra e Prishtinës, e Kosovës, është qendra regionale dhe përgjegjëse për tërë regionin. Por ato janë detalje. Sidoqoftë, prej vitit 2007, kur u lansua kjo iniciativë, të themi, telemjekësia, e deri më sot kishte më te për tëntime që ajo të zbatohet në jetë, mirë po ja që nuk arritëm ta bëjmë, deri tani me një farloj pilot projekti, si që e përmendet edhe juve, pra në Delqev dhe në Dibër, u fillua me teledermatologji, që të thot, telemjekësia në dermatologji në sëmundjet e lëkurës. Do të thuni pse bashkë lëkurës, po është telemjekësia dy drejtime kryesore i ka. Ajo është teledermatologjia dhe telepsikiatria. Doja është më e kapshme, miremi vesh. A mund ta quajmë pak në gjuhën e popullit pak më e lehtë për të realizuar, më e kapshme, sepse ta zëm një ndërhyrje kirurgjikale mund bëhet edhe me telemedicinë, por si konsult. Aty do me thonë, telemjekësia ka arrit deri në atë shkallë që sot robotët operojnë. Thonë, edhe operimi mundet të bëhet me ndihmë të telemjekësisë. Mirë po, këto dy degë janë më të kapshme, më elastike të them, për aplikimin e telemjekësisë. Edhe për vendin tonë si pilot projekte ma mërmendja. Posaçërisht. E tashti, çka do të na ndihmonte dhe çka i duhet telemjekësia Maqedonisë? Ashtu? Sigurisht pyeteni edhe juve, pyeten shumë edhe. Gjithsesi, por gjithashtu pyetim edhe një sqarim, çfarë i bie telemjekësia? A është konsult me mjekun, është trajtim online, apo është kontakt, rrëfim,
bisedë? Po të gjitha këto së bashku. Varësisht nga dega ku aplikohet, ajo mundet të jetë mjet diagnostik, si që për shembull folëm për teledermatologjin, pacienti vjen te mjeku në vendin e tij ku jeton, i drejtohet dhe me ndihmën e kamerës, që tash një kohë ishte diçka shumë të themi, s'mundem të them misterioze, po ishte diçka e panjohur për publikun e gjerë. Tash të gjithë e dinë se në çdo laptop, në çdo telefon kemi kamerë dhe mundet të bëhet kontakti me mjekun dhe me pacientin. Gjithsesi, kamerat që përdoren në telemjekësi i kanë disa specifikat e veta, disa kualitetet e veta dhe munden të përcjellin fotografin prej vendit ku pacienti ka ardhur në vizitë deri tek specialisti i cili duhet ta bën vlerësimin e situatës të pacientit. Pse? Një prej gjërave me të cilat ballafaqohet mjekësia në përgjithësi në Maqedoni është edhe mungesa e kuadrit të lartë. Ndoshta nuk do të jem indiskret nëse ju them se telemjekësia në Delçev dhe në Dibër u zgjodh, këto dy vende u zgjodhen për këtë pilot projekt, sepse nuk kanë specialista. Delçeva e kishte specialistin dhe është pensionuar para një kohe të saktuar përpara dhe nuk kanë tjetër, ndërsa Dibra kolegja ishte pranishme, filloi me projektin, por erdhi koha e pensionimit dhe ajo u duheshte të tërhiqet, respektivisht të shkon në pension. Dhe mbetëm pa zavendësime në këto dy vende. Çfarë është rrugdalja? Pacientët munden të vinë në Shkup dhe të mundohen të mos mbrinë në rend të shkojnë në klinikë, dhe ashtu me radhë, të kthehen dhe të kenë harxhime, të kenë kokçarje, nervoza. Prandaj, telemjekësia në këto raste ndihmon. Pra, konsultimi telemjekësor është diagnostik. Mjeku në Shkup në këtë rast e shef pacientin nga Dibra, e shef çfarë ndryshime ka në lëkurë, apo flasim për tashti për teledermatologjin, dhe mundet në shiqim të parë të thotë, kjo mundet të mjekohet në Dibër, mjeku am do t'i shkruan këto barna dhe do të kalon, ndërsa nëse ndonjë është ndryshim në lëkurë pak më i paqartë, atëherë do t'i thotë, urdhnoni që unë do t'ja u caktoj terminin, në filan dite, në filan kohe, urdhnoni e ani ta shohim se çka po ndodh me sëmundjen e ju, në problemin e juaj. Po. Kjo do me thonë në këtë degë, në dermatologji, po edhe në disa degë tjera të mjekësisë, është si mjet diagnostik. Në telepsikiatri, për të cilën besoj që ma vonë do të flasim, ajo është edhe diagnostik, po mundet të jetë edhe terapi. Pse? Pra, si përmendet edhe vetë, do me thonë një rrëfim, një spjegim, kryesisht puna e jonë, sepse edhe unë jam psikiatër, apo, sillet rreth asaj që pacienti duhet të tregon se çka e mundon, çfarë problemi shpirtëror ka. E tashti. Tjetër është të vjen në spital, të pret një kohë të saktuar, të shef pacienta tjerë, të shqetësojnë, ato të shofin atë, ndoshta e njofin, ndoshta se njofin, njerëzit nuk janë komod kur dikush i shef të psikiatri. Ashtu, e din populata jonë se çka mendon për shkuarje në spitalin psikiatrik. Po. Dhe në këtë drejtim telepsikiatria u tregua si një modus shumë i mirë, shumë i përshtatshëm për trajtimin e pacientëve, pra edhe diagnozë, edhe trajtim, njëkohësisht. Pra një farloj psikoterapie nëse duhet të jepet,
ajo psikoterapi, që shpesher gabimisht e quhen publiku si bised, nuk është ajo bised, është bised në Biseda esencë. është me psikologët kryesisht, tek psikiatri mundohemi po. Është bisede cila duhet të çon pacientin në një drejtim të mendimit të tij, ku do të tejkalon gjendjen në të cilën është. Pra nuk është vetëm bisede lirë, nuk është ajo diçka që mundet të bëhet në kafe, nuk është diçka që mundet të... Prandaj pyes, domethënë çfarë krejt mund të flasim, domethënë përmes ose online me një psikiatër, sepse besoj që nuk keq përdoret, besoj që është etika siguria sa janë këto, domethënë se edhe për këto mund të pyesim, mund të kemi dilema, që për ne është diçka si risi, apo jo. Do nëse do e lidhi unë edhe me COVID-19, ne në atë periudhë, në një farë mënyre, kemi funksionuar përmes Po atëherë e tregoj vlerën më të madhe të telemjekësia. Rrallë kishe mundësi të takohesh me mjekun. Atëherë e tregoj vlerën më të madhe. Që i vizitoni mjekët, po. Atëherë e tregoj vlerën më të madhe të telemjekësia, sepse ishte ndaluar, apo lëvizja e pacientëve, nuk duheshte me ardhë në kontakt me pacientin, me maska, me sende. A i bie kjo si një farloj telemjekësie? Po, telemjekësi, jo një farloj, po telemjekësi. Ishte patjetër të punohet ashtu, dhe prandaj po them aty, në ato momente, në momentet e Covidit, gjatë Covidit, u pa rëndësia, benefiti... Po, rëndësia e madhe e telemjekësisë. Fatkeqësisht, si shumë shpesh që ndodh, kur kaloi Covidi, kaloi friga, kaloi edhe interesi për telemjekësinë dhe mbetëm ashtu në atë nivelin që ishim para Covidit. Doktor, nuk është lehtë edhe për mjekët në çdo kohë pacientët t'i kontaktojnë online. Si shkon kjo? Cili është procedura që nëse kemi nevojë për konsulta psikiatrike, le të themi për psikiatrike, se për dermatolog, po edhe për dermatolog, nuk mundemi 24 orë online. Si do e këshit përshkruar? Çfarë do na këshit këshilluar neve në këtë kontekst? Po do t'ju kisha këshilluar që të kërkoni nga mjekët am që t'ju rregullojnë një termin telemjekësor. Nëpërmjet terminit Terminim, nëpërmjet aplikacionit Terminim. A kemi aplikacion edhe apostafat për telemjekësi? Apostafat, pra ka edhe një pjesë apostafat për telemjekësi, ku mundet të kërkohet të... Mjeku me emër, po. Kapet terminit të ndonjë mjek, i cili, tash t'i bërëm është ashtu e parapar, që një herë në javë, së paku një herë në javë, një mjek të shef pacienta me telemjekësi. Tash për tash, i kemi vetëm në Diber edhe në Delshef, mirë po, parashifet që ajo të zgjerohet në tërë shtetin tonë. Sa do të kemi sukses, nuk e di se këtë prallë, ju përsëri them e dini, po e flasim prej 2007-ës, po dal nga dal, po lëvizin punët. Fatkeqësisht, ose fatmirësisht, më tepër në sektorin privat, se sa në sektorin publik. Çka duhet them me këtë? Pra, u paraqitëm prej para disa viteve, mjaft kompani private... Pa emra, lutem, po? Jo, e di. Pa emra, normal. Kompani private të cilat miren me këtë aktivitet. Kryesisht, besoj që edhe kjo do t'i intereson shikuesit, kryesisht për të dhënë një mendim të dytë për ndonjë smundje. Çka do të thotë ajo? Ju keni shkuar, jeni vizituar te mjeku, ju ka dhënë një farë diagnoze për të cilën juve jeni e dyshimt apo doni të jeni edhe më e sigurt në atë diagnozë, dhe në këtë mënyrë doni të kontaktoni mjek nga brenda, mjek nga jashtë, që ta verifikon diagnozën edhe në këtë mënyrë të jeni e sigurt se ajo që ju është thënë juve se jeni lëngoni nga ajo smundje, jeni e sigurt. Ose që duhet bëhet ndonjë intervenim kirurgjik apo sidoqoftë. Telemjekësia i ka ato mundësi. Pra, pa lëvizur nga vendi, tash ti paramendoni. Përpara, nëse ju thonin se për këtë smundje, ekspertët më të mëdhenj janë në Gjermani. Për shembull, ju duhet të
pregaditeni për rrugë, ti mbledhni të gjitha ato të dhanunat që i keni për smundjen, të dosien mjekësore dhe të shkoni në Gjermani normal, në ndërkohë duhet të përktheni gjermanisht se mjeku atje nuk e din. Kostoja e këtij intervenimi, kostoja ishte një shtytje ndoshta shumë e madhe që kjo punë të shkon përpara te kompanitë private, siç e thash. Ato e mundsojnë edhe e bëjnë këtë lidhje, kanë timin e mjekëve, konsultantëve të tyre, me të cilët ato kompani kanë lidh kontratë, dhe kur të paraqitesh për filan specialisti, që nevojitet konsultim, ato lidhen, specialisti e pranon nëpërmjet kësaj kompanie, pa u mundu pacienti jonë të del prej shtetit, ose të shkon, ose të ban diçka tjetër, të përkthyme, të përgatituna të gjitha materialet, i shkojnë mjekut jashtë, ai e jep mendimin e vet, mendimi kthehet dhe ju e keni mendimin e dytë. Po edhe me institucionet publike kemi raste kur konsultojnë edhe spitalet, për shembull, jo rastësisht ekzistojnë komisionet apo nga 3 anëtar të cilët japin mendimin konziliar për e vërtet. Po. Edhe kjo është një farlloj e vërtet është ajo që thoni, po tash ti flasim në kontekst të telemjekësisë, që mos të lodhet pacienti të shkon diku ma larg, por të mundet nga komoditeti i shtëpisë të tij, të mundet të komunikon me mjekun apo me të merë mendime. Ajo ngelet për një të ardhmet, kthehemi te klinikat tona universitare, si do të funksionojnë me telemjekësi. Dhe sa, thash edhe njerë, tjerat përfitime ose benefite. Po nga ana tjetër, edhe një sqarim, do me thënë, eventualisht, a mund të ketë do një lëshim gjatë diagnostikimit përmes telemjekësisë. E mos themi edhe trajtimi. Si e keni parë, që pastaj ndalimi ne edhe në temat të cilat i keni botuar këtu bashkë me kolegët tjerë, po shoh që ju jeni emri i parë këtu në këtë libër. Urime. Faleminderit. Po, tashti gabimet ose lëshimet, si thatë, në diagnostikim dhe në trajtim, çdo herë ka rrezik për atë. Pse? Sepse edhe në trajtimin drejt përse drejt, kur pacienti vjen në klinike dhe e shohim në ajo skemat të themi klasike, të mundshme janë, gabimet janë të mundshme. Mirë po, si zhvillohet teknika, si shkon përpara, posaçërisht që tashti mendoj se gjenerata më e re do ta shumë shpejt këtë do ta kupton, me inteligjencën artificiale. Në kombinim me inteligjencën artificiale, munden të arriten çuditëra. Kemi neve banore dhe në vendet rurale, pak më vështirë është për ta. Sidomos edhe për moshën më të shtyr, cilët ndoshta nuk kanë dikend afër që të ndihmon. A është parapar, besoj që jeni rrjedh apo jo me këtë çështje, sepse nga Ministria dhanë informacionin që është pilot projekt, ka filluar, ata e përkrahën, po ne këtu kemi qytetarë të cilët kanë mendime të ndartë. Disa janë për po, disa janë, do me thënë, ende janë të hutuar, nuk din se për çfarë bëhet fjale kështu me radhë. Po, 2 pyetje i kemi këtu, apo? Me thonë, kemi pyetjen për si të kontaktojnë ata që kanë pak më randë, atë moshe e shtyr, ose në periferi jetojnë edhe ashtu me radhë. Dhe pyetja e dytë është se për mbrojtjen e të dhanunave që duhet shkojnë. Si të kontaktojnë? Do të kontaktojnë nëpërmjet mjekut am. Pra mjeku am të neve, mua më duket ashtu, ndoshta jam subjektiv, është nënçmuar mjaft në punën e tij. Respektivisht, shkon te mjeku, ai ti shkruan bana që ti ka shkruaj specialisti edhe ashtu me radhë. Jo, nuk është ashtu. Mjeku am duhet të jetë pika fillestare dhe përfundimtare e tërë procesit të mjekimit. Çka do të thotë kjo, si thatë, konkretisht për neve? Konkretisht ajo do të thotë se nëse nuk din ose nuk mundesh vetë të lidhesh në program, mjeku am është aty që ta mundson atë. Si zakonisht që them, për çdo problem shëndetësor, para se gjithash dhe në fillim trokitet në derë të mjekut am, mjekut familjar. Patjetër. Sepse dhe anamneza ekziston edhe ndjek edhe... Ai din, e njeh pacientin edhe ajo është përparësi e madhe.
jo vetëm pacientin, po e një familjen. Me thonë prej antarit të familjes më të ri, Jo rasisht deri mjek më të vjetër. familjar është, po. Ashtu, mire thatë, jo rasisht quhet mjek familjar, pra kujdeset për tërë familjen. Dhe nëpërmjet atij mjekut familjar do të ekzekutohet tër procedura. Prej ordinancës së tij nëse ka nevojë. Normal. Po se edhe mjeku me mjekun konsultohet edhe qëllimi i telemjekësisë është kështu, mundet edhe në konsultime në brenda vendit, po edhe jashtë vendit, mjeku aty për aty. Ai po them, me thonë, ka ma tepër dimensione, të cilat duhet të shfrytëzohen. Me thonë, mjeku me mjekun komunikon, mjeku me pacientin, po besa rastësisht edhe pacienti me pacientin. Më ra rasti që ta shoh se formohen grupe të pacienteve që lëngojnë nga një smundje dhe i këmbejnë terapit, mendimet e tyre, si është arrit, deri ku është arrit. Ashtu që teknika ka shku përpara dhe na ka dhënë, na ka siguru parakushtet, ato që duhet i kemi teknikisht për të kryer telemjekësinë. Tash nga ne në rend të parë profesionistëve mjekësor, po edhe pacientëve mbaret se si dhe sa do të shfrytëzojmë telemjekësinë. Nuk e sqaruat ose nuk na u përgjigjet pak më gjerësisht rreth pyetjes që thash, mos keq përdoret kjo lloj metode ose kjo telemjekësi dhe mundësi që edhe në kohët e mbrëmjes, edhe në kohët e vona, pacienti të paraqitet nëse nuk ka ndonjë, të themi kështu kushtimisht, zort madh. E tek psikiatri, besoj që nuk dija mundet, apo nuk mundet çdo kohë. Jo, nuk mundet çdo kohë. Na e sqaroni këtë, lutem. Nuk mundet. Së pari, ndeshta mbeta borxh një fjali parës, telemjekësia vis-a-vis mjekësisë tjetër. Pra telemjekësia nuk është shkop magjik. Telemjekësia nuk është panacea. Ajo nuk mundet të zgjedhë të gjitha problemet. Telemjekësia duhet të shifet vetëm si edhe një mjet, edhe një armë plus të mjekut familjar, të gjithë mjekve, që do t'i ndihmon edhe ai të punon më lehtë me pacientin, po edhe pacienti të kalon më lehtë në trajtimin e tij, që të mundet të arrijë deri te caku i përbashkët, është shëndeti i pacientit. Në gjithë një, kur përmendni telemjekësinë, ne flasim në të vërtetë për një kontakt, një bisedë online, edhe konsultim online. Ashtu është. Por, kur është këtu, do me thënë, ai momenti, ju e sqaruat në një farë mënyre, kur thatë, do me thënë, që mjeku i tregon se deri këtu mundem, se thatë është një farë lloj diagnostikimi. Në cilat raste, telemjekësia mund të jetë, edhe a mund të jetë në fakt trajtim? Po. Tek ju ndoshta? Po. Në fushën e psikiatrisë? Në fushën e psikiatrisë, absolutisht po. Thamë se ndonjëherë, shpeshherë, njeriut nuk i nevojiten, të themi ashtu thjesht, popullor që hapa. Nuk i nevojiten tableta. I nevojiten ndonjëherë vetëm një bisedë e hapur prej zemrës që ai të shkarkohet. Ta shkarkon shpirtin prej barës që e mban. Ne atë profesionalisht e quajmë ventilimi i shpirtit, themi si që në dhomën që nuk janë qelë dritaret shumë gjatë kohë mbledhet një erë keqe, ashtu edhe ndjenjat e këqija mbledhen në shpirtin e njeriut i cili nuk ka ose nuk mundet me kënd të bisedon dhe të shpraz ato ndjenjat, ato emocionet, ato dobësit që i ka, që i ndjen të këqija. Në atë moment kur vjen në kontakt me psikiatrin, psikologun, edhe me antar tjerë, kemi neve edhe profile tjera që punojnë në psikiatri, në atë moment pacienti e qelë shpirtin, e qelë atë dritaren kushtimisht dhe e ventilon. Dhe nga ndonjëherë edhe ajo mjafton. Në atë moment telemjekësia, telepsikiatria vjen edhe si terapi. Do me thonë mjet për terapi, jo vetëm për diagnosë. Normal, ka gjendje ku këtu kjo nuk mundet. Të ndërhy, ka raste për shembull sidomos
rastet që janë, do me thënë, ose që llogaritën persona që janë të rrezikshëm. Këto nuk besoj që mundemi me telemjekësi, ose mundemi, prap ju jeni këto për të na sqaruar, ku është kufiri, deri ku mundeni përmes kontaktit online. Ajo fjali e përparshme që e thash. Do me thonë, telemjekësia nuk është shkop magjik, nuk është panacea. Panacea është bari, greqisht, bari për të gjitha smundjet, që nuk ekziston, pra nuk është bar, nuk është rrugdalje për të gjitha smundjet. Por, i mundëson mjekut për disa sëmundje, për disa gjendje, të mundet të intervenon më lehtë për mjekun, më lehtë për pacientin, dhe më atë më lehtë për shoqërinë. Ku janë antarët e familjes? Aty janë. Antarët e familjes... A kanë qasë edhe ata të kenë qasje të... Po parimisht kontrollimi... Si shkon kjo, doktor, po ju pyes, na e sqaroni, se me vërtet thamë, është një farë lloj risie tek neja, po jo. Po shifni, antarët e familjes te neve është ashtu, mendoj është bërë një si praktik, përndryshe antarët e familjes nuk hynë me pacientin te mjeku. Pacienti... Psikiatri. Jo vetëm te psikiatri, flas parimisht për të gjithë. Hynë pacienti dhe mjekut i spjegon se çka e mundon atë. Pse? Por, neve kemi raste kur familja edhe nuk din se çka ka pacienti. Çfarë brengos atë, flas tashti për psikiatri. E brengos diçka dhe ai nuk don t'i tregon familjes, nuk don askujt t'i tregon. Dhe atëherë familja nuk është e pranishme gjatë kontrollimit direkt që e bajmë, klasik. E njëjta vlen edhe për telemjekësinë. Do me thonë, mundet me qenë, por mundet edhe mos me qenë, se pacientët dojnë të bisedojnë drejt për së drejti me mjekun për problemet që i kanë. Nuk donë tjetër kusht të ndigjon, qofshin ato edhe antarët e familjes. Por, ekziston edhe faza e dytë, kur neve i kemi do gjëra të paqarta, kur them neve, tash i referohem psikiatrave, posaçërisht, ne i thrasim antarët e familjes dhe i konsultojmë për disa momente që ndoshta pacienti nuk din me na i tregu, nuk don me na i tregu, i fsheh nga ne, dhe ne atëherë e thrasim familjarët, kryesisht është ai formulimi të thirret ai me të cilin jeton pacienti. Të na spjegon, të na tregon se... Shprehijet, problemet, se çka ka, si ndodhi, para se të ndodh kjo, sa e na tregon për momentin se kur e ka fillimin e sëmundjes, themi. Por si ka ndodhur përpara, donjëherë edhe s'don të na tregon, s'din të na tregon. Atëherë, ne i thrasim antarët e familjes dhe i pyesim për të gjitha këto momente të cilat i folëm. Nga përvoja juaj që e keni, besoj që e keni, sa ndihen rehat pacientët që ju kontaktojnë nga ambientet shtëpiake? Se thatë, në fillim të emisionit është shumë rënd të vizitohet institucioni juaj, shumë kush nuk pranon, e kështu me radhë. Shumë janë marahat. Shumë janë marahat. Pse? Sepse ju thashtë, me thonë, tjetër është ti të flasish me mjekun nga rehatia e dhomës tande, nga koltu ku yt, edhe bisedon dhe tregon se çfarë probleme shke. Tjetër është të shkojsh atje të presish, të mjeku, shifeni. Kemi edhe diagnoza nga më të lehta deri te më të rëndat. Po, deshta them nga ana e mjekëve. Edhe mjekët janë njerëz. Mundën të jenë atë ditë të nervozuar, mundën të jenë ndonjë pacient paraprakisht i ka nervozuar dhe ashtu me radhë. Nuk ka kohë që ta bjen vetveten në një baraspesh psiqike, baraspesh emocionale, që të mundet të kontakton me pacientin e ardhshëm. Kjo se janë pak pacient më specifik, me gjithat, apo jo? Po. Unë do thoja ndoshta shqetësim, ka edhe mjeku. Ashtu. Se edhe mjekët janë njerëz. Me telemjekësi, kjo mundësi që mjeku të qetësohet pak, të bjen vetvete në situatë më të qetë që të mundet të kontakton me pacientin e ardhshëm, nëse pacienti i përparshëm e ka shqetësuar, ka nxjerrë nga balansi, me telemjekësinë shumë më tepër ka mundësi që kjo të realizohet.
Pra, Kryesisht doktor psikiatria, zakonisht pacientët në psikiatri përfundojnë zakonisht ose tani mos të them me përqindje dhe me ilaçe të ndryshme qetësues e kështu me radhë. Sa në këto raste eventualisht mund të keq përdoret nga ana e pacientit? A ka raste i keni analizuar, si do e kishit sqaruar këtë? Po. Sepse mendojnë ndonjëherë, sidomos në lëmin e psikiatrisë, eventualisht po them, mos mund të jetë thik me dy teha. Sigurisht se mund të jetë thik me dy tehe. Mirë po, ne çdo herë tentojmë, mundohemi ta gjejmë ata anën pozitive dhe ta shfrytëzojmë. Sigurisht se mund të paraqiten edhe negativitete të ndryshme, por tani duhet të jemi syqel për atë dhe t'i prevenojmë. Për shembull, kisha dashur me ju dhe me shikuesit të ndajmë një eksperiencë nga Slovenia. Me thamë, Slovenia kishte vënë një e quanin suste e kuqe. Te pacientët të cilët janë të vjetër, të themi në mosh, të vjetër, në mosh, të cilët rand lëvizin, të cilët harrojnë t'i marrin barnat. Dhe në ato momente, kuraj pacienti hutohet dhe s'din çka duhet të ban, e shtyp sustën e kuqe dhe nëpërmjet sistemit të përpunuar i paraqitet me telefon ose me lidhje telemikësore, ka edhe asish mundësie, që ta konsultojmë çka të bëjë unë matutje. Po. Atë sustën e kuqe, kushtimisht, kemi edhe ne pilot projekt për personat që nga kryqi kuq diçka e kisha në, do me thënë, si tem në Provita, po në rregull. Sustën e kuqe e mbajnë me vete. Është pilot projekt edhe ajo është e ne pilot projekt. Po. Çka ndodh? Ndodh që ato tregonin se gruaja, bëhet fjalë për një grua, në mosh, 80 diçka vjeç, po e shtyp sustën dhe ajo është e alarm për mjekët. Çka do të bëjmë? Çka është puna? Po i paraqiten me telefon, po thot kam ra keq në mes banjos dhe toaletit dhe unë nuk mundem dalë. Edhe atëre e lëshojnë ekipin, vjen ekipi ose fqiu, ose se ajo është një sistem i përpunuar mjaft mirë, dhe do me thanë, janë sende ndoshta për dikjen duken banale. Mirë po, vetëm ata që kanë kaluar në përkësish eksperienca e din se sa randa është ajo s'mundet me dalë prej aty gruaja. Thot, kam ra edhe kam ra keq edhe të ashti s'mundem të dalë. Ndoshta do t'i duket që sharake, mirë po ajo mundet bëhet rrezik për jetë. E hup jetën, thjesht. S'mundet të del, s'mundet të hanë, s'mundet të pinë. Më vjen keq tani, sa se nuk duhet të përmenden emrat, po... Jo, emrat absolut s'kemi nevojë, dhe që kemi drejt, po. Emrat shumë të njohur, mund të flisni. Nga përvoja e përgjithshme, ndoshta e keni përcjell rastin e artistit të njohur Gene Hackman, Amerikan, i cili vdiq në shtëpi, pse? Sepse gruaja e atij kishte vdek përpara nga sulmi në zemër, e ai ishte me demencë, me harres të thellë dhe nuk i ka marrë barnat, nuk ka ditë as të hanë, as të pinë dhe njeriu ka vdekur. Alamet artisti, alamet njeriu i cili edhe shtëpia e madhe edhe i pasur edhe ashtu, deshta them, në këto raste nuk ndihmon as pasuria, as rrugja shëndeti është pasuri më e madhe dhe në këtë drejtim duhet ta mbrojmë shëndetin dhe të kemi në variant rezerve, si që është në këtë rast telemjekësia. Po, betët, mos them betët borç në pyetjen keqpërdorimi i ilaçeve. Po, keqpërdorimi i ilaçeve. Eventualisht, ta mund të ajo. Dhe a keni pas rast deri tani? Keqpërdorimi i ilaçeve nuk mundet të bëhet se shkon me raportin e mjekut. Po, shkon me raport krejtësisht diçka tjetër. Rruga e përdorimit të ilaçeve është diçka tjetër. Sepse gjithçka shkon zyrtarisht, apo jo, i jepni raportin me cilat ilaçe, ai raport shkon me sistemi, domethënë barnatore kështu me radhë. I bie njëjtë si me çem kontrolli. Njësoj. Vetëm që nuk shkoni atje. Po, online është. Vetëm ajo dallon. Përndryshe, krejt procedura tjetër me
me vizitat e mjeku, me shkrymjen e barnave, marrjen e barnave, në barnatore dhe ashtu me radhë, krejt është një lloj, po sikur se të ishit te mjeku drejt për së drejtë. Doktor, a ka raste cilat me të vërtet, edhe pse ndoshta mund të them tani kishit rrezikuar t'i trajtoni, po nuk duhet të trajtohen me online. Flasim për telemedicin. Në fushën e psikiatrisë. Prandaj unë e vura atë për kufizim në fillim se telemjekësia nuk është trajtim për të gjithë. Zgjidhje e problemit, po thatë diagnostikim. Po jo vetëm ajo, po jo çdo kush e pranon. Dikush thjesht don të shifet me mjekun e vet, duhet të shoh mjekun. Po, se thonë që edhe sytë tregojnë gjendjen e shëndetit, ashtu thonë mjekët. Po jo vetëm ajo, po. Do shta s'ka besim në online, në kontakt përmes telefonit, video. Ashtu është. Mund të ketë, me thonë, të heziton për shkak të dhënave. Po, për shkak të dhënave. Se nuk e di mende si funksionon ky sistem. Po, i sillemi kësaj pyetjes dhe edhe për këtë ju kam borxh. Pra, është e vërtet që njerëzit hezitojnë për shkak se frigohen që mos të keqpërdoren të dhanunat e tyre. Po, ato video mund të plasohen çdo kunda. Po, kemi një farë lloj hezitimi për online, tek ne. Në vendin tonë se është risi, thash për. Po, mirë po, mundem t'ju siguroj se aty punohet në enkripsion shumë të lartë, do me thonë janë të mbrojtura të dhanunat e pacientit, dhe nuk mundem të depërtohet deri te ato të dhana. A e keni vështirë ju dhe kolegët e juaj t'i bindni se me të vërtetë këto video janë sigurta dhe këto kontakte janë të sigurta? Po ndoshta do të kishim pas vështirë kur të fillojmë ma tepër të punojmë. Në moment kjo është ende në një formë fillestare. Pilot projekt, po e pedim çka po na pret. Mirë po, çdo herë kur ballafaqohemi me kësaj lloji pyetje, ne i bindim njerëzit se të gjitha këto gjërat shkojnë në termini im. Ajo është një drejtori, më tash të quaj në formë organizative, dhe ajo drejtori i ka kapacitetet që të mundet po madje atje kemi edhe emrat e mjekëve të cilët mund të zgjedhin vetë, mund të zgjedhin edhe terminin. Ama i mbron të dhëna. Do të thonë kur të mbrin ajo në terminin im, s'mundet çdo kush të hyjë. Duhet të hyjë dikush vetëm që e ka atë fjalkalimin që të mundet të hyjë. E tani, a ka gjasa të kemi kombinim me prani fizike edhe përmes online konsultave? Po. Ndodhe dhe kjo? Tham, kombinimi vjen në shprehje në ato momente kur ne, si mjek, nuk jemi të sigurt se çka shohim online. Me thani, shohim një situatë, por nuk jemi të sigurt se çka është ajo. Na nevojitet pacientit ta shohim. Ashtu. Thot nëna për fëmijën, thot kollitet. Teknika ka shkuar aq larg, që kemi edhe stetoskop special, dëgjuese, me të cilët mundemi t'i themi nanës vnojnë në këtë pikë, vnojnë në atë pikë, dhe mjeku e ndigjon fëmijën. Ashtu? Ka shumë mundësi tjera, jo vetëm kjo që e folën për telepsikiatrin edhe për teledermatologjinë. Po, se ju i keni dhanat, keni qeni kyqër motiko, jeni interesuar për telemjekësin, jo vetëm në fushën e psikiatrisë. Jo rastisht, ju zgjodha juve që të flasim për këtë temë, madje edhe librin e keni. Po, libri është një përmbledhje të themi gjysmë historike. Promovua tek ne, apo jo? Ashtu. Pra është një përmbledhje historike të them ku cilat aktivitete janë kryer dhe çfarë janë mundësit që kemi parë, ne si grupe mjekëve që kemi shku për jashtë dhe që kemi dashti importojnë të themi kushtimisht. Ti keni edhe të tek neja, po jo që edhe ne. Edhe këtë pyetje pastaj ndalemi definitivisht në librin dhe temat në të cilat jeni përqendruar ju dhe bashkë me kolegët e juaj. Do me thonë, a ka gjasa që telepsikiatria të bëhet pjesë e standardeve të trajtimit, edhe në vend tek ne? Unë mendoj se gjasat janë shumë reale. Nëse nuk bëhet, neve, si thuhet, do të na shkel koha. Të rritë shkojnë për para. Zdeshtëm ne, ata ma punojnë, flasin me telefone, me kamere dhe ashtu me radhë.
pse të mos e pranojmë? Teknika ka shkuar aq larg që më duke se 2 fish ose 3 fish i tejkalon kërkesat tona. Flas për mjekësinë, i tejkalon kërkesat tona. Mirë po, ka aty disa... Ka shumë punë, nëse marrim parasysh vendin tonë që të brimë, spaku të afrohemi deri në vendet e zhvilluara, apo ja, çdo nisme është... Ju edhe para se të hyni në studio, thatë, si sot tani më kujtohet, thatë, njeriu që don bën diçka, do e bën. Ashtu është. Nëse nuk don, do gjenë 100 arsye për të mos e bërë. Prej moti ju njoh 2 dekada plota që e keni përmend telemjekësinë dhe tani ja, më në fund e keni shkruar librin, keni dëshirë dhe ja, më vjen mirë që me të vërtet po ju plotësohet kjo dëshirë e kakmotshme e juaj. Thashti në këtë moment e ndjej... Edhe ja dhe Ministria e Shëndetësisë për momentin, dhe me thanë për shef rëndësinë e telemjekësisë. E ndjej si obligim të them se Ministri Aliu, i cili nuk është, të themi, mjek i profesionit, mirë po, dhe kishte kurajo më të madhe dhe i hyri kësaj punës në ekzekutim. Fatkeqësisht, kishim mjek që ishin në atë pozit dhe që nuk mblodhen forca ose, si të them, prapë të them kurajo, që ta fillojnë procesin të ashtymë. Edhe pse kjo është një hap ndoshta i vogël, i duke dikujt. Ne thamë pilot projekt, shofim çfarë na pret. Mirë po, përsëri është një hap plus, një hap përpara, i cili do të na çon besoj në drejtimin e duhur. A jeni optimist apo pesimist sa i përket qytetarëve dhe besimin që qytetarët do i besojnë, domethënë, trajtimit, diagnostikimit përmes telemjekësisë? Po shifni një fjalë... Se me gjithat jeni psikiatër edhe e lexonit apo jo bashkëbiseduesin? Po. Pavarësisht kemi nevojë apo jo për ilaqe apo... Do të kisha cituar një fjalë të urtë popullore. Fjalë të urtë. Sentencë, e cila thot, shumë lehtë njeriu mësohet në të mirë. Do me thonë, ndoshta në fillim do të ketë rezerva, po kur ta shef njeriu se mundet prej shtëpis, ta arrin krejt atë pa shku te mjeku, do që mirë që nga kjo punë. Pse jo? Por duhet të kalon kohë, duhet të kalon një periudhë e caktuar që ku njerëzit do ta shohin se çka ofron telemjekësia, edhe ajo jam thellë i bindur se do të pranohet nga pacientët, po edhe nga mjekët. A është në rregull nëse ju pysh si pas kësaj që po e shikni, si pas kësaj që po rjedh, do duhet kohë shumë, apo jo, apo ndoshta do ta kemi spaku telemjekësinë pak më shpejt? Nuk mundem të jap përgjigje definitive, nuk mundem të jap prognozë, sepse proceset janë në fillim. Por juve, vetë dini se proceset janë në fillim prej viti 2007. A ju ka qenë iniciativ, po, kujtohet si sot, ka pas edhe emra të njoftën. Shumë çdo herë kishte diçka që është më e rëndësishme se telemjekësia dhe nuk realizoheshte, nuk kishte fonde, nuk kishte kapacitete njerëzore, nuk kishte, me një fjalë, nuk kishte dëshirë që kjo punë të shkon përpara. Pra nuk varet kjo nga pacientët. Kjo varet nga profesionalistët ma shumë. Edhe përgjithësit të sektorit, definitivisht, qeverisë. Normal, të qeverisë, dhe unë mendoj dhe apeloj në këtë moment, me të gjitha ata që kanë folë, që punojnë si ju përmende në sektorin privat, ato thonë na nevojitet një ligj i mirë, do me thonë regulativa e telemjekësisë, të përpunohet në një mënyrë të mirëfillt, dhe të vehen disa regula me të cilat do të mbrohet edhe pacienti, po do të mbrohet edhe mjeku, edhe institucioni, sistemi shëndetësor. E atë vetë mjeku s'mundet ta banë. Duhet të kemi një akcion pak më të gjerë, normal, në kryet ati akcionit, duhet jetë strukturat shtetërore, të cilat duhet ta japin këtë punë. Po, ata që janë në vendimarrje, po. Doktor, kthehemi tani se nuk doja të falemnderuese nëse nuk ju pyes për këtë libër, për cilin moti ko po ju thras, edhe pse s'ka ca muaj që e keni
botuar, duket nuk gjendet në shitje, po megjithatë Jo. mund t'inte. E keni bërë thjesht nga dashuria për punën, nga ajo që jeni munduar të keni një telemjekësi. Si do e sqaroni? Kur njeriu të arrijë Edhe një a janë moshë, gjithë këta autor psikiatër, apo janë edhe të profileve ndryshme? Jo, Si do e janë të kishit profileve sqaruar? të ndryshme, nuk janë të gjithë psikiatër. Kryesisht janë psikiatra, po janë edhe të profileve tjera, sepse nuk ka qenë vetëm psikiatria e paraparë për telemjekësi. Për shembull, ne kemi pas para 2007-ës, unë jam mbështetur në atë që ma ka treguar një kirurge, tashti thatë mos t'i përmendi emrat. Jo, për ato s'ka dert, mund t'i përmendni se ne kemi edhe neurokirurgun shqiptar që jeton në Arizonë, që ishte pjesë e telemjekësisë, asu kohë e profesor Rifat konferencës. Latifi, ai organizoi të gjithë këtë punë. Dhe profesor Emilia nga trauma, nga klinika e traumatologjisë, ajo ishte një ndër të parët, pionierët në këtë fushë. Pastaj kam ardhur unë dhe kam kërku prej asaj, jam kyçur, normal, pas asaj edhe mjek tjerë. Ashtu që sot, edhe pse nuk shifet ajo shumë ndër pacientët, ka iniciativa dhe ka disa mundësi ku telemjekësia e ka tregu, e ka dëshmu vetë vete. Mirë po, janë thellë i bindun se ajo është shumë më pak se sa mundet të jetë, edhe mundet shumë atepër. Doktor, cilat janë temat kryesore Po, temat janë... Se kjo ndoshta do i kryen punë dikujt, apo jo, nëse lexojnë. Për kë është e dedikuar? Po, unë mendova një kohë, tashti më është ajo moderne, që versionin elektronik të këtij librit ta ofroj në një sajt të posaçëm, në një adresë ku ato që janë të interesuar, pacient, specialist, mjek, student të mjekësisë, motra medicinale dhe ashtu me radhë, të gjitha profilet munden ta shohin dhe nëse diçka e intereson, mundet ta marrin, ashtu që edhe pse nuk është i qasshëm libri në këtë formë, të themi, në formë të letrës, hard copy, do t'jetë në formë elektronike, besoj që së shpejti do t'i njoftojmë publikun se ku mundet ta shef këtë libër. Ky libër, si që thash, ka dy pjesë, kryesisht, pjesa e parë është pjesa historike, të themi, e zhvillimit të telemjekësisë, si në botë dhe te ne. Pjesa e dytë është çfarë impakti dhe çka duhet të bëhet për ajo pjesa e telepsikiatrisë në mbrojtjen e shëndetit mendor në përgjithësi. Dhe raste si duket keni të shkruara, se sa dhe si janë trajtuar me telemjekësi, tani une nuk mundun, vetëm po e lexoj titullin. Ka disa varianta ku mundet të shifes se çka mundet të përdoret. Çka keni bërë dhe çka mund të bëni, po. Po. Pas ka edhe për ca raste të suksesshme, aq pata mundësi të lexoj. Po, zakonisht e dini, rastet e suksesshme vnohen në libra. Pa suksesshme të mjekët im shefin. Shaka, shaka. E dim ne, ju njohin gjithë shikuesit që njohin. Janë shumë pak raste që të mundemi të themi ka qenë kjo krejt e suksesshme apo e pa suksesshme. Mirë po, ato që i kemi pas e kanë dëshmu se ka kapacitet për ma tepër, janë dëshmusi të mira, por ka kapacitet të shkohet edhe më mirë, edhe më tepër, edhe të arrim edhe më largë. Vazhdoni, më falni, doktor, kemi një shikues kontaktin, do e shohim pastaj, ju lutem, po, që gjatë gjithë kohës, e dini tani, mos tem telemjekësia, po rrjetet sociale bëjt vetëm, sot flasim për telemjekësin, aplikimin do të shohim tjetër herë. Tani, numrin e privat, as një mjeku nuk ja jam dikuj tjetër, po ka varianta mënyra, kush mund të gjej juve dhe gjithë ata psikiatër për cilët punojnë, ndoshta janë emrat në moj termin, në terminin tim? Po, termini im i ka emrat të gjitha mjekve dhe dal nga dal shkojmë në atë që të sigurohet në për specializimet e ndryshme nga një mjek së paku në javë t'i ketë për telemjekësi rastet.
Ja dhe atë përgjigjen, mund që gjenë termini im? Mundet? Në rregull, po. Besoj që shikuesi do ju gjenë nëse veç të konkretisht nuk e dia do të mundet me gjenë, sepse jam ma në pension dhe nuk jam në aplikacionin termini im, ashtu është ligji, fatkeqësisht, fatmirësisht, prandaj tha. Por Mua nuk mundet me gjenë mirë, po ato që miren me këtë aktivitet, ato do të gjenë sigurisht. Kjo që jeni në penzion nuk do të thotë që do pushoni si po psikiatër, apo jo? Apo vetëm se nuk jam në termini im, emri im nuk figuron me aty. Doktor Kadri Tarumbullak, mu prap do të kthejem tek libri, sepse me të vërtetë, sipas meje ky libër nëse lexohet nga ata që janë të interesuar për telemjekësinë, qoftë edhe personat përgjegjës do mësojnë shumë. Por unë nuk mbrita ta lexoj se sot ma sodhet. Po. Edhe besoj që fatkeqësisht nuk pata shans të t'ja usjellin më herët. Besoj që do mësojnë shumë çka. Kështu që çka është ajo që do e kishit veçuar ju për këtë libër? Po, përsëri do të vjen në shprehje ajo që e tham përpara, që e thatë juve, që e folëm. Kur njeriu don ta bën një gjë, do ta gjen mënyrën, do ta gjen rrugën. Kur s'don, do t'i gjen 100 arsyetime tjera që mos ta bën. Konkretisht për librin, normal, si për çdo libër, si për çdo projekt, financat ishin problem kryesor. Fatmirësisht, në këtë rast, kompania farmaceutike Alkaloid doli. Jo, emrin patjetër e kam të përmendi. Ju e keni në rregull, jemi në emision, ne kemi ca rregulla, ju lutem. Patjetër, unë duhet t'i përmendi se kjo është e vërtet, ajo ndihmoj edhe e rregulloj këtë punën e botimit e librit, edhe ashtu me radhë, tirazhin. Normal, edhe shumë dashamir dhe shumë persona tjerë që donin të ndihmonin rreth formulimit të tekstit, të fotografive, edhe ashtu me radhë. Bile, mbesa ime, e cila është specialiste për këtë. Këtë mund ta përmeni, po, edhe këtë mund t'i përmeni. Nita Haxhi Hamza, Gashi, vajza e vllau tim, e cila është jo, është eksperte për dizajnin grafik. Dhe ajo e bëri tër dizajnin grafik, titujt, ndarjet, fotografitë dhe ashtu me radhë. Më kanë ndihmuar pa mas, po edhe tjerë specializant ndihmuan për pilimin e tekstit. Kryesore, kemi një libër që na sqaron, do të thotë, për telemedicinën dhe për telepsikiatri. I jep bazamentet e telemjekësisë, normal, si çdo bazament, ata kërkojnë mandej ndërtim, se ndërtim më lartë. A do jetë ky libri i fundit, apo? Nuk e di. Uroj që të keni edhe shumë libra tjera, por gjithsesi pak e kuptime, ashtu si që dini ju të flitni drejt për drejt, edhe unë do të them. Uroj që ky libër tjetë edhe në gjuhën shqipe, dhe se do gjeni pa përmendur emra, ju lutem ata që do ju përkrahin, sepse, do me thënë, ndryshe është gjuha shqipe, kur e lexojmë, e mësojmë për ata që nuk e flasin, do me thënë. Mirë, po edhe nëse e flasim e kuptojmë, gjuha shqipe është, do me thënë. Me nësit kemi edhe në gjuhën shqipe, kemi në anglisht librin. Macedonisht dhe shpresoj që do e keni edhe në shqip të botuar. Libri është edhe në gjuhën angleze, e sot me sa e di unë, besoj që do të pajtoheni me mua, se të rritë edhe fëmijët më shumë flasin, më mirë e flasin anglishtën se gjuhën amtare. Krejt është rregull, megjithatë, uroj që të keni edhe gjuhën shqipe. Patjetër. Doktor, ishte kënaqësi që kemi në Provita, ju uroj sinqerisht ditë të mira në pension, besoj që jeni aktive si mjek në mënyra të ndryshme. Tani kemi librin e juaj, me cilin me të vërtet krenohem, sepse mbaj mend, thash, para 20 vite keni qenë një nga iniciatorët dhe keni dashur, dhe me thënë, bashkë me në atë kohë. Bashkë me juve. Ashtu? Vetëm... Atëre thunim se zgudzoj ta përmendi emnin. Bashkë me juve, të cilët në ndihmuat që atë mbledhjen e parë, atë konferencën fillestare për telemjekësinë në Maqedoni, ju e udhëheqet. Ta promovojmë rregull, ta disi, po, nejse. Çdo kush nga pak, besoj që bëhet gjithçka që duhet të bëhet. Po, ishte kënaqësi që kem në Provita. Faleminderit. Besoj që sërish do shihemi. Shpresoj me ndonjë lajm të mirë.
Shpresoj dhe uroj, sinqerisht. Ndërkohë normal, shikues të nderuar, falendrimi shkon edhe në adresë të juaj. Faleminderit që ishit me ne edhe sonte. Shifemi të hënën e ardhshme.